Në një ambient privat në qytetin e Kuçovës u organizua një takim me mësues të profesioneve dhe grup moshave të ndryshme në rastin e ditës së mësuesit. Ky aktivitet u organizua nga Drejtoria e Kulturës, Turizmit dhe Rinisë pranë Bashkisë Kuçovë në bashkëpunim me Zyrën Arsimore nën kujdesin e veçantë të Bashkisë dhe Kryebashkiakut Kreshnik Hajdari. Në këtë takim festiv, mësuesit uruan njëri tjetrin nën trokitjen e gotave, duke ndarë momente miqësore dhe duke kujtuar rolin e rëndësishëm që ka profesioni i mësuesit në edukimin e brezave të rinj. Ata theksuan se mësuesi mbetet një nga figurat më të dashura dhe më të respektuara në shoqëri, pasi në bankat e shkollës formohen edhe edukohen breza të tërë. Fjalën përshëndetse mbajti kryebashkiaku Kreshnik Hajdari, i cili shprehu mirënjohje dhe respekt për të gjithë mësuesit, e veçanërisht për ata që kontribuojnë prej vitesh në arsimimin e brezave në Bashkinë Kuçovë. Unë gëzuar 7 marsin, qofshit të palodhura, edhe sepse profesioni i mësuesit është sa vjen edhe bet edhe më i vështirë me thënë vërtetën, por qofshit palodhura, një ceremoni shumë e thjeshtë për t'ju uruar juve, por nëpërmjet juve gjithë mësuesve të bashkisë tonë, sepse sot jeni të pranishëm ju, por mund të ishin fare mirë edhe kolegët tuaj të shkollave nga më të ndryshme. Kështu që për këtë pjesë ju shpreh mirënjohjen dhe falënderimin që e zgjodhët të ishit këtu me ne. Mësuesja Brikena, drejtoresha, na orientoi disi që të kishim një larmi mësuesish edhe për shkak të moshës, edhe në shkolla të ndryshme, që të kishim edhe mësues me eksperiencë, po edhe më të rinj dhe të reja në moshë. Natyrisht më të rinjt dhe të rejat kanë nga mësojnë, kështu që ju keni një rrugë shumë të gjatë përpara, po dhe shumë të bukur. Keni dhe një mision shumë të bukur dhe shumë fisnik. Mbase keni dëgjuar shpesh herë këto llafe dhe mbase bie në përsëritje, por na takon t'i themi, është gjë më e bukur dhe misioni më i bukur ai i mësuesit. Unë e di shumë mirë se unë prindrit e mi pensionist, por mësues i kam. Dhe e di se sa vlerë ka qoftë edhe një fjalë e mirë që shkon për mësuesin, mirënjohja në rastin konkret. Më pas, fjalën e mori drejtoresha e arsimit të Kuçovës. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Lejoni që edhe në emrin tuaj ta falenderoj shumë kryetarin e bashkisë për vëmendjen e vazhdueshme që i jep arsimit, jo vetëm për pjesën që i takon infrastrukturore, që na jep kushte sa më të mira në punën tonë, për shkollat tona, për nxënësit tanë, por është i vëmendshëm edhe në raste të tilla festash për të na vlerësuar, për të na gëzuar, për të na dhënë një ditë ndryshe dhe për të ndjerë edhe ne më të motivuar për punën tonë fisnike që kryejmë. Unë u falenderoj shumë edhe ju që jeni pjesëmarrës sot dhe dua t'i them kryetarit që sot ne kemi mësues që motivojnë, që frymëzojnë, siç janë mësuesit tanë me vite mbi shpatulla, mbi 30 e ca vite punë në prag pensioni, që kanë dhënë shumë, që japin shumë, që kanë shërbyer si motivim për të rinjt tanë, që janë mësues të portalit, mësues të renditur të parët me pikë maksimale, që për shkak të vlerësimit të tyre të meritokracisë janë sot nëpër institucionet tona arsimore. Janë një shembull i mirë edhe për brezat e vjetër, sepse na sjellin frymën e re dhe të rejat shkencore që hyjnë zëre çdo ditë nëpër sistemin ton arsimor, por kanë përpara edhe motivimin e tyre që marrin nga mësuesit e vjetër dhe ne urojmë shumë që t'jenë edhe ata një shembull për brezat e tjerë të mësuesve të rinj që do na vinë. Shumë faleminderit, gëzuar festat 7 dhe 8 marsin për gratë, gëzuar 7 marsin për mësuesit. Më pas, aktiviteti festiv vijoi me një bashkëbisedim të ngrohtë mes mësuesve, kryebashkiakut Kreshnik Hajdari dhe drejtueses së Zyrës Arsimore në Kuçovë, ku në qendër të vëmendjes ishte roli i arsimit sot dhe sfidat për të ardhmen. Ky aktivitet u përshëndet dhe nga një grup fëmijësh, të veshur në të bardhë si bora, të cilët me lule në duar sollën një atmosferë dashurie dhe mirënjohje në këtë ditë të veçantë për mësuesit.
Atmosfera festive vazhdoi në trokitjet e gotave, ndërsa çdo mësues u nderua me një trëndafil të bardhë dhe një dhuratë simbolike të personalizuar nga kryetari i bashkisë dhe institucioni që ai drejton, një gest simbolik për të vlerësuar figurën e mësuesit, i cili mbetet simbol i dijes, i mësimdhënies dhe i edukimit të brezave.